Blegtoria nuk është në ditët e saj më të mira dhe këtë e tregojnë dhe shifrat e Instat. Në vitin 2024, numri i deleve ka rënë me 2.5%, krahasuar me atë të një viti më parë. Kështu në Shqipëri, gjithsej ka 1.177.000 krerë të leshta, nga 1.206.000 dele që kishte në vitin 2023. Gjithashtu edhe numri i dhive ka pësuar një rënje me 3.9%, nga 640.000 dhi, numri i tyre ka shkuar në 615.000 krerë. Por më pozitive duket situata tek numri i gjedheve, ku në Shqipëri për këtë vit kemi 9.000 krerë lopë më shumë, ose 3.3% më tepër. Nëse sektori i blegtorisë vazhdon me këtë trend, sipas ekspertëve, stallat e baktive do vazhdojnë të mbyllen. Po shkon drejt shuarjes dhe kërkon një strategji reale, serioze, kombëtare, duke bazuar në eksperiencat më të mira të vendit dhe të huaj. Këto shifra tregojnë se subvencionimi lek për kokë nuk është i mjaftueshëm për të bindur fermerët që të mbashtojnë dele dhe dhi. Ajo që kërkon sot fermeri që jeton në ato zona është infrastruktura rurale, është shërbimi shëndetësor, janë shërbimet sociale për cilat ka ardhur koha të mendohet seriozisht. Bujku nuk po e sheh blegtorinë si një aktivitet tregtar. Edhe ato pak krerë që kanë mbetur në stalla, po mbahen prej njerëzve të fshatit për të plotësuar nevojat e tyre familjare, me mish e bulmet. Çmimi i ushqimeve bazë që përdoren sot në blegtori është rritur 3-4 herë. Rritja e ndjeshme e kostos me gati 2 fish e ka bërë jo konkurrues me produkte që vinë nga vendet e rajonit ose nga vendet tjera europiane. Por çfarë do të thotë të jesh i varur nga qumshti i importit që vjen nga Serbia? Është humbje e gjithanshme në cilësi, në kualitet, në punësim, në plehrim, nëse të dukshme janë 10 lekë, të padukshme janë 30-50. I vetmi sektor që po sheh rritje për çdo vit është bletaria, ku numri i kosherëve ka shënuar një rritje me 13.2%, nga 519.000 kosherë që kishim në vitin 2023. Kësaj here, numri i familjeve të bletëve ka shkuar në 587.000, e pavarësisht kësaj, numri i këtyre kosherëve nuk mjafton për të plotësuar nevojat e brendshme për mjalt.